Nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme ka njoftuar se 5 familje maqedonase deri tani kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim nga zonat e prekura nga zjarret në Greqi, bazuar në të dhënat e përfaqësisë diplomatiko-konsullore në Selanik. Sipas shërbimeve kompetente greke, shtetasit maqedonas janë orientuar drejt pikave më të afërta të përcaktuara, ku edhe janë strehuar së bashku me turistët e tjerë. Të gjithë qytetarët Maqedonas që ndodhen në zonat e prekura dhe kanë nevojë për asistencë, të kontaktojnë menjëherë numrin e telefonit të kujdestarisë së MPJ-s, adresën elektronike ose në numrat e telefonit të konsullatës në Selanik. Nga Ministria po ashtu i rikujtojnë qytetarët që qëndrojnë në rajonet e prekura që ta ndjekin me kujdes situatën dhe të respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet e autoriteteve lokale greke. Pasi dje shpërtheu një zjarr i madh pyjor pranë vendbanimit të njohur turistik Siviri në krahun e parë të gadishullit të Halkidikis në Greqi. Sipas MPJ-s, nuk kanë marrë informacion zyrtar nga institucionet kompetente greke për numrin e shtetasve maqedonas të evakuar në zonat e përfshira nga zjarret. Ndërkohë, shërbimi grek i zjarfikësve bëri të ditur se intensiteti i zjarrit është ulur gjatë mbrëmjes, megjithse zjarri ende nuk është vënë nën kontroll. Nga Siviri përmes detit janë evakuar gjithsej 481 persona.